Episodi vazhdon me intencion të ri që lind nga dyshimet e forta të Ajlës, edhe pse ende i dobët, instikti i saj i parë është se plagosja nuk ka qenë një rastësi. Frika, dhimbja dhe ndjesia se dikush e ka synuar me qëllim e bën të mos i besoj plotësisht versionit që po i paraqitet. Ndërsa Xhan përpiqet ta mbajë të qetë, Ajla i thot se diçka nuk shkon. Ajo e ndjen se dikush ka dashur t'i bëjë keq dhe nuk mund të mbyll syt. Pavarësisht dhimbjes, vendimi i saj është i qartë. Ajo kërkon të raportojë ngjarjen në polici, në mënyrë që e vërteta të dalë në dritë dhe autorët të zbulohen. Xhan menjëherë tensionohet, ai e lut të mos nxitohet, i thot se nuk e pan personin që qelloi, se policia do të hapë hetimet, do të bëj pyetje dhe e gjithë situata mund ta komplikojë edhe më shumë gjendjen e saj dhe sigurinë e Denizit. Përpiqet ta bindë se për momentin duhet të mendoj vetëm për shëndetin. Demiri, i cili prej ditësh po përpiqet të gjejë gjurmë të Ajlës, i vendosur të rikthejë kontrollin dhe të zbatojë planin e akmarrjes së tij, ai angazhon avokatin dhe bashkëpunëtorët për të gjetur çdo informacion të mundshëm mbi vendodhjen e saj. Avokati, duke ndjekur udhëzimet e Demirit, telefonon në numrin personal të Ajlës, por telefonin e saj e mban Ozgani. Në sy të Nares, ai s'ka ndërmend të zbulojë asgjë, as për avokatin dhe as për Demirin, për të mos ngritur dyshime. Ai përgjigjet qetësisht se Ajla nuk ndodhet në shtëpi dhe se nuk ka asnjë informacion për vendodhjen e saj. Pas kësaj, Demiri telefonon Erxhumentin, ku i shpjegon se ende nuk ka gjurmë të Ajlës. Erxhument i ftohet dhe i drejt për drejt, i kërkon ta gjejë sa më shpejt, pasi vendodhja e saj është nyja kryesore për të nisur fazën e radhës të planit të tyre akmarrës. Shahini shkon të takojë të atin Erxhumentin, i cili duket sikur ka pritur këtë takim prej kohësh. Ai nxjerr një foto të vjetër të zverdhur nga vitet. Në të, një djalosh i ri, Erxhumenti dikur, qëndron pranë një vajze të bukur. Shahin pyet se cila është kjo vajzë dhe ai përgjigjet Sadakati. Erxhumenti me një buzëqeshje të trishtuar dhe të hidhur fillon të tregojë historinë që ka mbajtur të fshehur për dekada. Dikur në rininë e tij, ai ishte marrë me Sadakatin. Ishte një dashuri e fortë, e zjarrt por e pamundur. Kur koha kaloi, ai kuptoi se Sadakati nuk ishte gruaja me të cilën mund të ndërtonte një jetë të lumtur. Ai e braktisi dhe u largua në një qytet tjetër, duke ja kthyer shpinën të shkuarës. Erxhumenti me një buzëqeshje të trishtuar dhe të hidhur fillon të tregojë historinë që ka mbajtur të fshehur për dekada. Dikur në rininë e tij, ai ishte marrë me Sadakatin. Ishte një dashuri e fortë, e zjarrt por e pamundur. Kur koha kaloi, ai kuptoi se Sadakati nuk ishte gruaja me të cilën mund të ndërtonte një jetë të lumtur. Ai e braktisi dhe u largua në një qytet tjetër, duke ja kthyer shpinën të shkuarës. Erxhumenti me një buzëqeshje të trishtuar dhe të hidhur fillon të tregojë historinë që ka mbajtur të fshehur për dekada. Dikur në rininë e tij, ai ishte marrë me Sadakatin. Ishte një dashuri e fortë, e zjarrt por e pamundur. Kur koha kaloi, ai kuptoi se Sadakati nuk ishte gruaja me të cilën mund të Por Sadakat nuk e pranoi kurrë braktisjen, e lënduar dhe e zemëruar, ai u afrua me vëllain e tij Azemin dhe përfundoi e martuar me të. Për Erxhumentin, kjo ishte një akmarrje e heshtur, një plag që nuk u mbyll kurrë. Pastaj ai ja drejton syt Shahinit dhe i flet me bindje. Ai thot se pozita në krye të alboranëve i përket Shahinit dhe jo Xhanit. Sipas tij, Xhan nuk ka forcën, vendosmërinë dhe as shpirtin për të mbajtur mbi shpinë barrën e tokave dhe emrit Alboran. Fjalët e të atit mbeten pezull mbi kokën e Shahinit, i cili largohet i turbulluar, i shokuar nga e vërteta e së shkuarës, por edhe i goditur nga pritshmëritë e rënda që i vijnë mbi supe. Erxhument vazhdon. Ai shpjegon se akmarrja e Sadakatit nuk përfundoi vetëm te martesa me Azemin, ajo vazhdoi, u rrit dhe u shqye për vite të tëra. Sipas tij, Sadakati ishte ajo që shtyu vëllain e saj Hasanin të futej në bashkëpunim me Erxhumentin, një lëvizje që në duke e pafajshme, por që më vonë u kthye në një kurth të rënd. Erxhument përfundoi në burg dhe pretendon se Sadakati e kishte planifikuar gjithçka për ta goditur sërish familjen e tyre. Ai thot se Sadakat është e aftë të shkatërrojë çdo që prek interesin e saj, i kujton se ajo prej vitesh ka një qëllim të vetëm, shkatrimin e familjes së tyre, një akmarrje e gjatë që nuk ka fund. Xhan sjell Denizin tek Ajla. Djali i vogël vrapon drejt nënës pa e ditur se ajo është e plagosur. Ai e përqafon me mall
duke vendosur kokën në gjoksin e saj me një qetësi fëminore. Ajla e mban fort me lotë e eshtur që i mbledh në sy. Gjani vëzhgon të dy i prekur dhe i trazuar njëkohësisht. Për një moment Denizi kërkon të afrohet dhe Gjani, duke i shtyrë që të afrohen me njëri tjetrin. Për një moment të shkurtër, Ajla dhe Gjan ndalen, shohin njëri tjetrin dhe kuptojnë se djali i vogël i sheh si një familje. Atmosfera në dhomë bëhet e butë por i rënduar nga ajo që ndodh. Nga ana tjetër, Kaja telefonon Zerinin, ai i shpreh mungesën dhe dashurinë që ndjen për të dhe interesohet se ku ndodhet Shahin. Ndërsa flasin, dera hapet papritur dhe në dhomë futet pikërisht Shahini. Ai ndalet në vend të acaruar, shet telefonin në duart e së motrës dhe afrohet me hapa të shpejt, pa thënë asgjë, ja merr telefonin Zerinit dhe i mbyll thirrjen. Zerin ngele shtangur, e tronditur nga reagimi i ashpër dhe i papritur. Shahin e shikon të motrën me një shprehje të ftohtë, të ngurtë dhe të mbushur me zemërim dhe dyshime që i ka mbjellë shkuara që sapo mësoi. Ai largohet menjëherë nga dhoma, ndërsa Zerim mbetet e hutuar dhe e lënduar nga sjellja e të vëllait, pa kuptuar çfarë po ndodh. Gjani njofton Kajën se Shahin kishte shkuar të takonte Erxhumentin në burg, duke lënë të kuptohet se situata po bëhet më e ndërlikuar. Kaja shqetësohet dhe pyet nëse Ajla do të shkojë të bëjë denoncimin, por përpara se Gjan të përgjigjet, telefoni i bie. Në anën tjetër është Nadimi, i cili kërkon që të ulen dhe të bien dakord për një bashkëpunim, me idenë se vetëm kështu mund të shmangin përplasjet e mëtejshme. Gjan pranon ta dëgjojë, por vendos një kusht të prerë. Në mbledhjen e tyre duhet të marrin pjesë të gjithë burrat e familjeve të dyja palëve, që asgjë të mos lërë vend për keqkuptime apo lojra brapa shpine. Erxhumenti tregon Demirit se Nadim është nisur drejt konakut të Gjanit për të bashkëpunuar me të, gjë që e shqetëson edhe më shumë situatën mes familjeve. Nadimi shkon tek Gjan dhe i paraqet kërkesën për të kaluar mallrat nga toka e tij. Gjan vendos kushte të qarta, kërkon 30% të fitimit dhe ndalon transportin e armëve, duke lejuar vetëm çaj dhe cigare. Nadim pranon dhe marrëveshja mbyllet. Pas përfundimit të mbledhjes, Demiri shpërthen ndaj Atit. Ai nuk e pranon dot idenë që Nadim po bashkëpunon me vrasësin e vëllait të tij. I zemëruar dhe i lënduar, ai akuzon Atin për tradhtin ndaj kujtimit të vëllait. Nga ana tjetër, zemërimi i tij shkon edhe drejt Gjanit. Demiri dërgon një paralajmërim të hapur, duke i thënë se dita e akmarrjes do të vijë dhe se ai nuk ka ndërmend të heqë dorë derisa të marrë atë që mendon se i takon. Ajla dëshiron të bëjë denoncimin për ngjarjen, por Gjan përpiqet ta ndalojë. Ndërkohë zonja Sadakat merr guximin dhe i tregon Ajlës se ajo ishte përgjegjëse për të qelluar, duke e lënë të shokuar. Ajo sqaron se veproi për të mbrojtur fëmijët e saj. Dhe u tregon atyre një thikë që Shejda kishte planifikuar të përdorte për të vrarë Gjanin, por që në momentin e fundit Sadakat ja kishte ndaluar. Zonja është e bindur se edhe Ajla do të vepronte njësoj, po ti ishte në vendin e saj. Gjan përpiqet ta qetësoj duke i thënë se Ajla nuk është Shejda dhe nuk do ta bënte kurrë diçka të tillë. Por Sadakati vendos ultimatum, ose Gjan e hiq dorë nga martesa me Ajlën, ose ajo vetë do të shkojë të bëjë denoncimin në polici, duke e detyruar Gjanin të zgjedhë mes nënës së tij dhe Ajlës.